الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفك أسرنا وتول أمرنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. إلهي بأعلى أسمائك وبدم شهدائك انصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم. ويقول محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تربيتي صدق رسول الله. Gjëmati dëruar pra hamdi dhe falenderimi takon vetëm madhnisë Allahut Dhul Jalal. Salavatet i takojnë dritës së njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallamit. Kurse lutjet tona te Allahu Dhul Jalal janë që Rabbul Alaminit të na bën afë dhe maqfiret. Dhash Allahu Dhul Jalal që ibadetin të cilin e bojmë në këtë muaj të shenjtë, Allah i kabul me ibadet. Dhash madhnia e Allahut Dhul Jalal që ka janë muslimanët, Rabbul Alaminit i ruajë nga dora e zullumçarëve. Ti mbrojë nga doja atyre të cilët bojnë fitne dhe ti ruajë dhe ti largojë nga doja atyre të cilët bojnë gibet ya Rabbul Alamin. Ya Rabbul Alamin, në këtë muaj të shenjtë ne e kërkojmë razinë tënde. Razinë e melajkeve, razinë e gjithë pejgamberëve, razinë e Muhammed Mustafas dhe razinë e njerëzve të mirë në këtë tokë shajan ya Rabbul Alamin. Gjemati ndershëm, pra ne sot fillojmë me një temë e cila temë pra qere bëm me dije ka të bëjë me edukatën e njeriut, me tërbijen në atë fjallën apo në atë termin më të mirë, në tërbijen se fjalla tërbije Allahi Dhul Jalal ka përmenën në Kur'anin e Kerim, edhe Muhammed Mustafaja e ka përmenën në hadisët e veta të shumta rreth tërbijes apo rreth edukatës. Ne kohëve të fundit shohmi një pjesë e muslimanëve, disa nga muminat, disa nga ata të cilët kanë besu Allahin dhe kanë pranu Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam si pejgamber i tyre dhe i joni, pejgamber i gjithë ummetit të Muhammed Mustafas. Shohmi se disi tërbija morali në gjitha sferat, në gjitha shkallët është ullën dhe karahën. Kurse në anën tjetër shohmi në botën jo islame, shohmi se anglezët, francezët, amerikanët pranojnë fenë islame. Edhe bile dhe një herë çuditemi me vetë vetën edhe bojnë muhabet. Edhe themi se o që shumë për e pranoj janë Francë afër 1000 vetëve në vjetë
na I ka bo me dije, ka thonën, o musliman, o ummeti jam, o njeri, o ju të cilët do të jeni të edukum në frimën e Kur'anit Kerimit, ju si mos ta doni fenë islame, unë e qoj që kërkon. Nuk është pa qëtër këto të arabët apo në Balkan të shqiptarët, nuk është pa qëtër. Edhe qërtë mund me marë na me lanën, për atë nuk është qullë që ata të pranojnë, më e çuditshmja është. Edhe më e largë mendës është, që ajo që me bose, ata 1.000 ose 4.000 vjetë në këtë Europën e pranojnë fenë islame, apo shka themine me halin e muslimanëve, 5.000 dhe dalin. I shlojnë rregullat islame. E lënë tërbijën e Muhammed Mustafas. Jo rastësisht ka thënë Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallami, ka thënë në hadisin e tij, të cilin e përmenda në fillim, "Addabani Rabbi fa ahsana tarbiyati aw fa ahsana ta'dibi." Më ka eduku dhe më ka po tërbije mu Allahi dhul Gjelal. Në qoftë se ju doni të jeni njerëz të sinqertë dhe të mirë, musliman të sinqertë, që do t'ju don Allahi, do të përparoni këtë dunja, edhe në atë dunja nuk do të humbni, hasni pas meje, se mu më ka eduku Allahi dhul Gjelal. Shajni për zatën në vend tonë. Në vend tonë 3 punë kryesore janë. 3 punë kryesore janë është dituria edhe ilmi. Ilmi me pas ilm më rrin deri te I taati. Taat me I bo Allah dhe Muhammed Mustafas. E tretë dita taati, e treta në gjuhën arabe I thënë saade, knaqësi, në qoftë se je dietar, je alim, lexon, studion dhe analizon, edhe ndonjën mos mush me lexu, e më rrin që ti t'jesh ai burr I cili I iman I taat Allah dhe Muhammed Mustafas. Kur ti imash I taat Allahit dhe Muhammed Mustafas, atëherë ke më rrin atë shkallën e knaqësijës. Ti do qesh I kënaqshëm edhe në këtë dunja, për edhe në atë dunja. Addabani Rabbi, Allah I më ka eduku. Në fillim të qanismi tërbijën dhe edukatën, e cila tërbije do t'jete dhe ka qenën dhe pejgamberët mes njeriut edhe robit. Nuk hime alanere në mesin e muslimanëve si janë tërbija, selam aleikum ta gjithë përdore dhe dorën gjape e ka. Nuk e ka dhajre, o gjama, anëve nuk prish, kur gjanë nuk prish, veç është kaldon se s'ka tërbije. Kur gjanë nuk ka, nuk prish pun, e kaldon se nuk është edukum mirë. Pa ne në fillim, hinte tërbija, edukata si do qite mes robit dhe Allahit dhul Gjelal. Këtë kush na I mëson neve? Na I mësojnë pejgamberët e Allahut dhul Gjelal. Na I mëson Adem alayhi salatu wassalam. Shikoj çfarë tërbije të komunikimit, çfarë tërbije të duas, çfarë tërbije të lutjes të Hazreti Adem alayhi salatu wassalam. Kur e bon gjunahin, ai edhe gruaja e vet, baba I jonë dhe jetë nanën tonë Havën, kur e bon gjunahin, e bon gabimin, kur I ngriti dur, Adem alayhi salatu wassalam me bon dua, ai di çfarë tha. Kush I qoni me bon gjuna, Adem alayhi salatu wassalam me ëndra pemën? Nana, jon, gruaja, Hava, tu I thanën. Gjëma tani bursa falë për sabër. Nërë në gjatë, nërë në qmërt, edhe vend qoshi. Gjithmonë, edhe në fillim sa edhe në
gjunahin për me qume e hangrat pëmën ka qenë sebeb ha Hazreti Hava. I ka thanën, shka ka jo pëjtë cëmës me hangër. Allah i ka thënë Adem a.s. i ka ndalu. Ka thënë po, ndoshta ajo me zvezvesën e shejtanit, ndoshta ajo mos si ka hangë, atë jemi gjithë mashëm. Sebeb ka qenën gruja me hangër pëmën. Edhe të i kresori shejtani të i bërë zëvese. Për Adem a.s. Edukatën e komunikimit nuk tha jarë, o sot, banaj tobën ka bu masiran pishman, na i prano tobën dhe pishman lukun tonë, jarë për alimin se kjo më qoj, kjo e boni gabimin, na i falë gabimin, a i disha ta, Rabbena dhalemna anfusena, o sot, ne bom gjuna, nuk tha kjo e boni, asa e boni, kush e boni me, po që dhe se ti e bondo, po kush janë ato? Kush po bën zhurmë namazën e taravis, po do cullë o që po boni, se pja që cullë dhe dhe mor, ku janë ato cullë? Ata pa bërë dhe pa nam ka dalë këtë dunja, ne asë të iris ka dalë pa bërë këtë dunja. Dhe Rabbena dhalemna anfusena, o sot ne bom gjuna dhe gabim, ne shkelëm normën, të cilën na i kemon me dhjet e jarë për alemin. Edukat, ne, se bebi ishin që tërkosh, ta kishin rahën, kishin bo, i janë përla burë e gruje, a bezja shkoqët a prejtë me dërshon, burë jo prejtë a i shkoqët, edhe qashoj ka raki i shkem e ka fugën në rejtë, tu shku për rejtë a latë i abon një gishë dhe me këtë prejtë, në shkoqët, edhe kitë jenë në gjoqa jenë grije, njënë të shkaj të mohë, jenë të dalë me pritë, të të ujtë e portë dhe shu, të shkaj komenta jo e këtene dhe ujtë. Ama Adem a.s. i tha Rabbena dhalemna anfusena, o sot ne kemi bo gjuna, edhe une dhe kjo, se pasi une i ngora këtë dhe me thonë jemi njaj. Dhe me thonë jemi njaj, në gjotë se gruja bënë dhe zëveset e burrit, babë jatë muja babën, si të banë gruja dhe babës ka babë shumë e babë, si të veç mu davën e veqet. Gjeja gjatën të disish. Si të bashkë të i me këtë, do me thonë një parmen mu e bo. Nuk thoi njëzit, bala gruja e përzuni. Ja, nuk thoi, filani e përzuni babën. A i gjali babën vetë e përzuni. Po jo për të kanë nuk ju svetit vërtetën, gruja e qoj. Po baba, kja e doja, njaj të ka poshkareve e ba poshka. Ibrahim a.s. kur bën dua dhe lutje, edukata e komunikimit, wa idha mërittu fahuwa yashfin. Shanamanën, si të muna une, Allah i mu më shëron. Si të muna une, nuk ka thanën që ka shar edukata shar tërbije, me Allah i më dojnë gjelaj. Nuk ka thanën, si të më qojë mu zotin, smuja aj ma shnosh, mama, aj më shnosh mu, aj ma qona aj më shnosh. Nuk ka thanën që, me thonë që, të i kerale të shkallë ma poshtë nga edukata e pejgamberëve dhe të lvijave. Po tha, si të muna une Allah i më shnosh. One si të muna zotin më shnosh. Nuk tha, si të më smuje zotin ma qeni smuje, aj prap ma hekën. Ja, une si të muna zotin mu më shnoshën. Edukate komunikimit. Thot në gjabe, në kohën e Hasan Basrijës. Hasan Basriju njërë i Irakit. Alim, Elia, shumë të mira merita ka, aj Hasan Basri, rahmeti pat shpirti, një dit prej ditëve, e ka par njani, tu lezu Kurani Kerim, tu lezu Kuran, ama i ka shtri kom.
istikfar, kam mos drobe, kam nek në xhami, nuk i kam shtrikon, se me vërtet e kuptova pi hoxhës nderum, se nuk është tërbije dhe nuk është edukat. Kështu neve pejgamberët e Allahit dhe xhelal na mësojnë, na i bani me dije edukatën dhe tërbijen me Allahit dhe xhelal. Në alayhi salatu wa salam, zatëm emni Nuh, prej fjallës arabe, do të thoje ajo raja e fjallës, do të thoje, me kuptimin tonë, do të thoje një i cili kanë, një i cili ka kajnë, shikoj që ka thonë, një ditë prej ditëve, se emni dhe ka marrën prej shumë të kajnës, prej lëndëve që i ka derën, një ditë prej ditëve e ka parë një hajvanat prej hajvanëve, prej gjave, të cilët i ka kriju Allahi dhu xhelal, edhe kër e ka parë në alayhi salatu wa salam, edhe ka thonë Allah. Me men, ka thonë, a thunë, qërë punë e kriju kimi, një fjallë, dikush në gjohë, shka ka parë dhe Zotin i kriju, ata burrecat e krima e ata, thonë ka thonë, vetëm në vete ka thonë Allah, për shka ki vinë. Allah i ka thonë, ja Nuh, o Nuh, unë e kam kriju, të i si të mësh të kriju, të i qa ma mirë kriju e një tjërë. Thotë e ka prasik, ka rapri i nivellit tërbijës dhe edukatës dhe ka njës me kajkën, Nuh alayhi salatu wa salam, dhe e ka marrën emni Nuh. Ja Nuh, unë e kam kriju këtë, të i si të mësh kriju të shka këtë, ama Allah e të gjashtarut në një këtë, ne një khluku dhe bade, njëzit asë një miskoj se me kriju. Asë një miskoj se ka, kër i isha Allah njëzit, ata shka ka folje edhe pra ata zile qanë të rritur me tërbije, edhe ata zile qanë e pëtën poshtë, tërbije sësa janë, kër ju ka thonë pra ata i dhe një khluku dhe bade, sun kryoj një miskoj. Pse s'ka thonë se kryoj një elefant? Po që miskoj e vogël. S'ka thonë një elefant, pa e si mos mujtësh me kryoj një miskoj e cila shumë ma e vogël, elefanti mos i këllon një Zoti 1 milion vetë se e kryoj. Pra te ka thonë në një khluku dhe bade, për ata të cilët nuk kanë edukat. Ama Nuh alayhi salatu wa salam nuk e foli vetëm menja i shoj, Allah i me japon e tije, ja Nuh, nivelli i tërbijës lartë do t'jete. Kush na i mëson me elke? Na i mëson Muhammed Mustafaja sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ku ka thonë në hadisin e tij, më i miri prej njerëzve, më i miri prej muslimanëve, është teore dhe më i dashur, është ai i cili është më me moral, është me ahlak më të ngritur, më mirë i edukum, që është më i mirë ka une. Zaten, ne shka kemi nevoj, o gjëmat, shka kemi nevoj i këtë kohë, në këtë kohë, zhvillimit teknikës, në këtë kohë, të studimeve të larta, shka sot me vukon magjistër është pak si për para, si akon me 8 veçare, sot magjistër vukonë. Shka në nevojitët neve, gjithë mone kemi thonë, prate theni, dipon në nevojitët neve, në nevojitët shkrim leximi, në nevojitët studimi, rinia jotë të studiojnë, të mësojnë, qkojnë për shkolla, qkojnë për universitete, edhe të mësojnë sa grëmë, mos të hargjojnë kohën në universitet, edhe në shkollën e mesme aqe, edhe një qëtër, qka i bashkan gjitë të kësaj, është edhe tërbija. Në nevojitën të shkollun, ama në nevojitën edhe tërbijeni, të edukum, se vallahi, bin
tërbije, më mirë i edukum, do qëtë anjëri afër meje, qa isha të qëtë edukum mirë, do qëtë ditën e gjikimit afër meje. Mes njerëzve edukimi dhe tërbija, është e nevojshme, po është e nevojshme, është sikur që është e nevojshme mes robit edhe Allahit, kur të bëjsh dua, si që ka në ba, si që ka ba Adem alayhi salami, si që ka ba Ibrahim alayhi salami, si që ka ba Nuh alayhi salami, është edhe të ne, kur t'i ngrit mi dorë dhe të bëjmë i dua dhe luqe në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit, prej tërbijës duas, dhe luqës është mos me ba o Zot, falni gabimet, o Zot, o Zot, kam nevoj, ndohën, që kash, kujtë me sa, po tërbije e duas dhe edukatës është, o Zot, falna i gabimet neve, këto Allah i madhë, o Zot i madhë, ki ummet, ki popull, ka nevoj për të mirët e duan këtë dunja dhe në dunja, jo për neti, po për gjithësi, po dua për muslimanët, si qeshe edhe ti muslimanët e ti ka me roka e doa. A si mos qeshe, ose si mos qama dhe ne nuk kemi nasip, dhe nuk marrë një pjesë. Në kohën e Musa alayhi salatu wa salamit, një tërbije e kalzoj sihirbazët. Sihirbazët të cilët në ditën e Bajramit janë dubu dhe janë mbledhën. Janë dubu dhe janë mbledhën me pa cili është më i fortë. A Musa alayhi salatu wa salami, a ata sihirbazët 70 sihirbazë, 70 falgjarë, a për ta e disha thëtë Muhammed Mustafaja, që ta është sihirbazës edhe ka, baltë edhe të neka, shumë kohën e fundi ka. Qa dhe Rasulullah alayhi salatu men ata kahinen au arrafan, فصدقه بما يقول لم تقبل صلاته 40 يوما. Kur shkon të një sihirbaz, të një falgjar, të njëri me realizu dorë, filxhani me akshir, jo utë e kanë një utë gata se me morë, thot ati namazi 40 ditë ka nuk i banë. Sot isha në përbanesa, në për rrugë, kanë nuhën, unë me Kur'an shnoshi, shka shnoshi? Shumë ki një bo, shumë ka dhe nuk një bo, a banju të ngon një mo, edhe ta qeni një orderenje, ta qeni një spital. Edhe se cilat një mine dhe, unë e shëroj me Kur'an, pisa ati e vetë, dhe pisa ati te, e kam qelë zirën. Kur ka patën që që, ha? A ka patën? A nuk i ka pahet ata? A di ku që ka pahet? Te e dhe one, pagëve zvese, në vend kërija, se e mësu me pi kafe, e ta shë Ramazan së në pitë dhe në kërija, vallaj se jam mirë t'i qa. Qkoj ta qia dhe shakohus, shakje men po mirën, pa kënë e rrësh më raj, që t'i mirën men rrë që qanë, o i ndra, men po t'mirën. 70 sihirbazë me Musa alayhi salatu wa salam të bohën edhe mbledhën njëri më i madhi, kryesori i atyre, a di shka i do të shokë dhe vetë. Ka qeni edukum, edhe që sihirbazë aty edukum, në fund pantove edhe në fund pranon dhejnë Allahit në gjelaj, a i me shokë dhe vetë. Kur e shenë Musa alayhi salatu wa salam se a i njeri i mirë, me shenjët e vejta me njëre e dikton, dikan se qëfar mujtë të tjeve. E shef, i kalzon nuri i dritës sive. Edhe tu i thot tjeve, kër e po Musa alayhi salatu wa salam, për i thot, tha ari burra, nga dalë, tha shqitoni, tha kene e shokon e tha se është njerë me merita, dhe nuk është njerë sëkërna. Unë e të e shok se këtë nuk ka të bojnë e sihirbaz, lëkë nësë që ka bojnë që i mashtojnë njerëse. Hëtë shko, për jo ujnë mas 3 ditëve hajde, ama mena 3 ditëve më shurlaj. Si më shurlaj, kur met namazi? Jo që që këmë ka thonë. Edhe që ka thonë, ka thonë mos mi ndërruën, mos me shune e lejnë. A i dim se ti mirë të mere, shtrirë, deri në fund, një dinon, një mine, ati mine, për ka thotë mos i ndërruën, se
apungoni, I thanë ata shokët e vetë, prezencë Firauni ma largë, po ju thot këtinve, tha e diqa, tha, kima njërë me të vërtet që së tha po një punë, ta nderojmë edhe ta respektojmë, të kalzojmë një lloj tërbije dhe edukate tonë para këtij. Tha në ta po çka me bo, po që çka me bo? Ne ati ma I spari do t'i thojmë, ja Musa, ati po gjunë, ati po e qëtë shkopin, po I kalzon ata, ti shka po thu muqize, a na. Kër t'i thojmë ne kështo, a I ka me pase sa në shora, edhe ka me në dikto se ne jemi të të kumë. Edhe I tha njani, kër I tha, ja Musa, ty po gjona na, Musa tha, Haruni, vëllavi I vetë, shkoj plusa nga së të keshja të ti Musa. Vëllavi I vetë për I thot, ja Musa, a dhe po kesh këtë kohë, si të hukmi, ka me na I hekë kërien Firauni, ti a jo po kesh këtë momenta, tha, o vëllavi jam, e bashkë, e kuptova se këta e shohin e diktum se ku është puna, e diktum se unë nuk kam si e bazluk, pa unë kam muqize për Allah, për atem na I pon këtë nderë, u kalzum të dukum këta. Tha Musa alayhi salatu wassalami, masi që u kryjë dhe humpën ata, aranë sërte, kër e pase, muqize dhe Musaj, alayhi salatu wassalami, dojën dhe fiton, pa të shumë se gjithë morë vërteta do të fitoje, sa të zgate dhe zgate, ama një ditë do të fitoje. Ata aranë, nësejtë dhe dhanë, Amenna bi Rabbi Harun dhe Musa. Aranë sejtë edhe a I të shëtanë, që